processuale. Kush janë ekspertët që Ecim tutje me pjesën e dytë të emisionit tonë, Musafirin në studio, ku për sot kam të ftuar Imer Topanica, gazetar shkrimtar. Do të flasim për aktualitetin politik në vend, me që i kemi edhe 5 ditë nga fati për të formuar qeverinë kryeministrit në detyrë Albin Kurti, po ashtu kemi edhe zhvillimet e tjera politike, sa përket zgjedhjeve lokale, koalicionit në forme Kosova ka politik, ka edhe politikan, por nuk ka politik bërje dhe jemi tash sa muaj pa institucione. Imer, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Po fillojmë me formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila, nëse nuk po gabohem saktë, jemi në muajin 8 që jemi pa institucione. Për herë të parë Kosova është në këtë situatë dhe padyshim që nuk është në favor të askujt. Madje shpresojmë që as në favor të kryeministit në detyrë Albin Kurti si fituesi i zgjedhjeve. Mirë po, kemi edhe 5 ditë nga fati që lëvizja vetë vendosi duhet ta formojë qeverinë, përndryshe në bazë të asaj duhet të kalojë tek opozita. Por me një anë kemi që sot Kurti është në Londër dhe i ka japë disa deklarata të tija që ka thonë, ka shpalos një ofertë për nismën socialdemokratët e Fatmi Limaj që ashtu kështu është diskutu pazarin mes këtyre dy partive dhe njëkohësisht ka thënë se ose do ta bëjmë qeverinë ose do të shkojmë në zgjedhje. Por ne dimë që nëse nuk mund ta bëjmë mandatari i parë, do të shkojë një mandatar i dytë që do të takojë opozitës, e cila opozitë ma aq sa po e shohum se duket nuk është interesuar ta marrë pushtetin. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Konteksti politik është shumë i brisht, për fat keq raportet e partisë më të madhe në pushtet si me thanë që ishin pjesë e qeverisë tash në qeveri në largim, janë më të këqija se sa kur ka qenë në opozit me partitë e tjera politike që janë pjesë e parlamentit. Kjo flet shumë në një anë, dhe me thanë për 4 vite ose ma tepër qeverisje, sepse gjysmë mandatin që e patë edhe ato duhet ta llogarisim. Nuk ja ka dalë ta kultivojë një kulturë tjetër politike, një standard tjetër politik të komunikimit. Ka kriju raporte të këqija me krejt subjektet politike. Edhe kjo i ka kushtuar. Ndoshta është në atë stadin e ngjashëm parafërsisht, po për masat e këtyre raporteve të këqija janë më të mëdha. Në stadin e ngjashëm që dikur ishte PDK-ja, në kohën kur udhhiqej nga ish presidenti Hashim Thaçi. Askush nuk donte të krijonte raporte dhe të ndante pushtet me PDK-n. Sot kjo situatë është e ngjashme me të PDK-s dikur. Kjo është njëna prej arsyeve. Arsyeja e dytë është nuk e di nëse verdikti final i gjykatës kushtetuese do të dalë rreth parlamentit që nuk është tërësisht i konstituuar. Nëse ky verdikt vendos ta cilësoj parlamentin aktual, legjislaturën aktuale, të pakonstituar, atëherë duhet ta plotësojnë atë standard e mandej të mendohet për hapat e mëtejnë. Nëse kjo gjë ndodh, atëherë ftesa e presidentes për të parin e zgjedhjeve të fundit nuk do të vlejë, sepse në një farë mënyrë i bie sikur e kanë bërë një procedurë më tepër përpara se ta respektojnë të parën, e kanë bërë një hap më tepër se sa ta hedhin të parin. Gjithsesi, kjo ka krijuar një farë konteksti të një krize që i ka goditur gjithë spektret, si me thonë, e jetës unë, gjithë spektrin e jetës unë. Dhe me thonë, kjo do të reflektoj jo vetëm në kuptimin e formimit të institucioneve, konstituimit të institucioneve, po do të reflektoj spari në disa procedura që duhen me odomos të kryhen. Për shembull, nuk kemi parlament, nuk do të kemi ligj për buxhet e kështu me radhë. Domethënë, mungesa e ligjit mund të ketë pasoja të tjera, edhe nga ky kontekst ardhmja e afërt është e frikshme në një farë mënyrë. Nëse nuk ka reflektim nga përfaqësuesit e popullit,
Nga të gjithë, patjetër. Barra kryesori bie patjetër të parit të çka por që nuk mund të shfaqësohet as opozita. Absolutisht jo. Kjo për pikpamjet e mia, opozita aktuale nuk është duke luajtur rolin e vet, nuk është opozitë. Në një kontekst të tillë një opozitë e vetëdijshme do të kishte 1 milion arsye, jo një, por 1 milion arsye për të dalë dhe të bërë presion publik në partisë së parë. Të kërkoj llogari, pse ka fituar besimin e popullit duhet të ecë përpara. Mirë po, kështu është situata, i pari, domethënë, kultivon një gjuhë as pak demokratike, as pak të kulturuar, edhe krijon edhe acaron opinionin publik me deklaratat e veta. Mandej pret me të njëjtit, nesërmen të bashkëpunoj, kjo nuk ka kurrë logjike. Edhe opozita nuk e ngri zërin, nuk e çon popullin pesh, domethënë, kjo është e çuditshme. Pra kemi pak ditë që kemi kaluar nga fushata edhe njëkohësisht përfundimi i zgjedhjeve lokale në Kosovë, ku në fakt pritshmëritë në bazë të analistëve, politologëve kështu me radhë kanë qenë ndoshta më ndryshe për partinë për shtet se sa edhe doli, sepse do të jetë në ballotazh në disa qytete goxha të mëdha, të cilat janë njëkohësisht edhe maci kryesor se sa partia në pushtet është dobësu apo nuk është dobësu. Pra, donë se e la pra kryeministri në detyrë vendin pa institucione kryesore, njëkohësisht zgjedhjet lokale treguan se partia Lëvizjave vendose mbetet ende fuqishme dhe mbasa asaj mund të kuptojmë që populli nuk ka reflektuar, ndonë se ka mbetur 7 muaj, 8 muaj pa institucione dhe do të kemi tash probleme në buxhetit ku do të kenë problem njerëz për rroga pastaj. Ndoshta krijohet ndonjëherë perceptimi i gabuar për shumë arsye. E para, në pushtet të mban ndonjëherë forca financiare. Jo vetëm mënyra se si qeveris mirë apo keq. Ne jemi shoqëri që ndoshta nuk ja kemi dalë ta përfundojmë tërësisht, e kam thënë edhe herave tjera, një tranzicion kulturor. Ende vedia jonë politike nuk është në nivel të kënaqshëm. Sa të vi deri në atë stad dhe ta dënoj secilin që bën gabime, sidomos gabime të mëdha në kuptimin e qeverisjes. Domethënë, pse është ende e para, kjo i korrespondon forcës buxhetore që ka. I korrespondon po ashtu... Kur thoni forcës buxhetore, çfarë mund të kuptojmë këtë? Po i mirë mban strukturat. Ndryshe është një parti kushtimisht e vogël, pa buxhet, ndryshe është një parti që ka vetëm prej, domethënë, kuptimin zyrtar sa financat flasim për pjesën tjetër. Po, i adresohen domethënë. Edhe kjo e ka, çush më thënë, arsyen e vet, e ka efektin e vet, thënë më drejt. Mandej zgjedhjet lokale kanë një farë algoritmi tjetër, krejt të ndryshëm me zgjedhjet qendrore. Këtu shpesh herë, nëse ditë të operosh si duhet, qytetarët mund të votojnë për arsye krejt të ndryshme në raport me zgjedhjet qendrore. Pse? Sepse mund ta zgjedhësh një person të duhur brenda një komuniteti që është i dëshmuar për veprimtari, për shërbime kështu me radhë. Mund ta zgjedhësh një person që ka influencë, një person që artikulohet mirë, që është i dëshmuar, edhe kjo mandej, si më thani, ka efektet e veta. Po, unë besoj që megjithatë, edhe pse ka shkuar në shumicën e komunave në balotazh, kam një farë ndjesie, një farë parandjenje që në shumicën prej tyre dështoj t'ja dalë, ta rëmbej trofeun, si më thonë. Po citojmë ndër të tjera çfarë ka thënë sot Kurti në Londër, duke hedhur atë fajin e vet tek të tjerët, ku ka thënë se nuk është kollaj, s'di si mua shpjegu. Ndoshta keni dëgjuar edhe ju vet. Është intoksiku atmosfera shumë. Ka shumë xhelozi, inat e cinizëm, më shumë se ide, punë e pasion, duke aluduar tek pyetja që është bërë, a do ta formoni qeverinë në Londër. Pra, cinizmi, inati qëndrojnë tek opozita apo tek pozita në këtë rast? Nëse nuk ja dalë ta formoj qeverinë, këto justifikime harrohen.
nëse ja del ta formoj qeverinë, prap këto justifikime harrohen. Domethënë këto nuk çojnë pesh, janë thjesht mjete për të operuar përgjatë kësaj periudhe derisa t'ja dalë ose të dështoj në formimin e qeverisë. Nëse ankohet që atmosfera politike është toksifikuar në farë mënyrë, ndoshta kontributin edhe padyshim më të madhe ka ai vetë në këtë ambient toksik. Neve na kujtohet gjuha e tij gjatë fushatës zgjedhore. Shiqo nuk, nëse thua që shumica e skenës politike është kriminalizuar në farë mënyrë ose nuk ja vlen të bashkëpunohet me të, e mandej të nesërmen t'ju dërgosh ftesë, kjo është absolutisht e parasyshme. Po ashtu ka përmend çështjen e ofertës që e ka dhënë pra lideri të nisma social-demokrate Fatmir Limajt. Po i bie që sepse ka thënë që po vazhdojnë bisedimet, por që nuk po ka shumë ymët, nëse mund të shprehemi kështu në gjuhën e popullit, që do të bëjmë diçka. Këtë rast Fatmir Limaj është treguar tregtari i fortë për të marrë pozitat të forta, sepse është parathënë është thënë që po kërkon pozitën e kryeparlamentarit me 3 deputet, po 3 ka. Po, është e qartë. Është momentumi i... Sa është të përshtatshme një nismë social-demokrate Fatmir Limajt bashkëpunoj me lëvizjen vendosje për të qeverisur vendin? Ndoshta kjo pyetje nuk do të shtrohej në këtë mënyrë, në qoftë se ky gjatë mandatit të kaluar do të kishte një raport shumë të shëndosh e më të mirë me partitë e tjera opozitare. Kjo nuk kupton që ato ky është dashur t'i falë në çdo gabim që e kanë bërë. Absolutisht jo. Nëse, siç e thash edhe më herë, një pjesë e skenës politike është kriminalizuar, i ka pasur të gjitha mjetet për ta goditur krimin. Edhe nëse nuk e ka shfrytzuar momentin, tash nuk ka arsye të shfaqsohet. E dyta, absolutisht, nisma ka momentumin edhe pse të mos e shfrytëzoj. Nuk ka, si me thanë, në këtë rrafsh nuk ka arsye ti thuhet Limajt mos kërko më tepër pushtet kur e ka një moment. Kush e ka ndruar një farë mënyre që ai mund të dalë në këtë pozicion e të kërkoj kaq shumë. Diku e kishte këtë mundësi edhe Begjet Pazolli, kërës pra me 1-2 deputet merrte pozita të favorshme, të fuqishme në... Po, nuk e kemi pasur rastin vetëm në Kosovë, kemi pasur në Kosovë po kemi pasur shihen në sistemet demokratike, ndodh gjithandej në Maqedoninë e Veriut, po. Maqedoni, në Shqipëri kemi pas plot raste. Domethënë kur e kanë shfrytzuar momentumin me shumë pak fuqi politike, kanë marrë pushtet, edhe ka raste kur janë ardhur duke u forcuar si forca politike, edhe ka raste kur kanë dështuar për shkak se nuk janë dëshmuar në atë funksion që kanë, edhe atë përgjegjësi që kanë marrë përpara. Si keni pa në këtë rast pushtetin e presidentes Vjosa Osmani ka rshi këtij ngërçi politik. Ne dim që Kosova pra në prill apo maj duhet ta ketë edhe çështjen e presidentit apo presidentes, pra një forme është duke përfolë që zgjedhjet e reja. Edhe nëse do të kemi qeveri, do të kemi një problem të radhës pas disa muajsh për presidentin ose presidenten e radhës. Por nuk është treguar edhe Vjosa Osmani si e përshtatshme karshi pozitës dhe opozitës. Jo, ajo ka pasur mjaftueshëm pushtet për të treguar objektive karshi partive politike të tjera që pjesë e parlamentit, mirë po padyshim duke që ka kalkuluar në këtë aspekt në rizgjedhjen e saj si presidente. Edhe në këtë raport me skenën politike, ajo ka treguar më shumë lojalitet ndaj lëvizjes vetëvendosje, edhe ndoshta ka një marrëveshje paraprake, sepse ja ka mundsuar për shembull ende pa përfunduar si duhet saga e konstituimit parlamentit, ajo ja dha mandatin për ta formuar qeverinë. Nuk besoj që i kanë munguar njohuritë në këtë aspekt. Padyshim ajo ka mjaftueshëm njohuri për këto procedura, mirë po ka kalkuluar për llogaritë vetvetes. A mund të konsiderohet si shkelje kushtetutës nga presidentja, meqense është ende jo finale çështja e kuvendit
Ndoshta jo tamam shkelje, unë nuk jam njës, edhe nuk jam i thirrur për të folë kështu për detaje rreth aspekteve ligjore. Mirë po, sepse këtu për konsideratën time bëhet fjalë për nivelet të interpretimit të këtyre dispozitave ligjore. Ndoshta nuk ka shkelje, po padyshim një farë mungesë të objektivitetit padyshim që ka. Edhe kjo vrehet, nuk duhet të jesh medomos njës i këtyre gjërave për ta nuhatur se kujt po i çon ujë në mulli, si më thon. Se shifni çfarë e pret Kosovën në ditët dhe javët në vazhdim, me qenë se do të kemi ose zgjedhje të reja ose një qeveri e përkohshme, sepse ashtu kështu do të ketë probleme numra nëse do ta ketë fatmilime në koalicion, do të kemi pra votat shumicë për një president ose presidente. Zgjedhjet janë të pashmangshme. Ndoshta pranvera e vitet të ardhshëm do të jetë patjetër e mbushur me propagandë politike, me fushata zgjedhore, sepse duket që përkundër asaj që kanë marrë mjaftu shumë vota dhe janë partia e parë, nuk kanë, si që thash më herët, nuk kanë kultivuar një gjuhë komunikimit e cila do t'i përafronte interesat e saj me subjektet e tjera. Dhe kjo e handikapon mjaftu shumë sa të mos ja dalë për ta formuar qeverinë. Po nuk është problemi i vonesave në formimin e institucioneve, nëse do t'i shumë pyetur ne si qytetarë, si pjesë e opinionit publik, në interesin tonë është të formohet qeveria, pavarësisht defekteve që i ka, pavarësisht se me kë ose bën koalicion me cilin grup politik, sepse nevojat janë shumë më të mëdha se sa që mendojmë ne. Unë besoj që kjo krizë politike e vazhdueshme do të reflektoj padyshim edhe në aspektin ekonomik, edhe do të rëndohet jeta e qytetarit. Prandaj kemi nevojë që t'i bëjmë disa hapa më shpejt. Nëse do të kishte konsenzus të kësaj skene politike cilën e kemi, për ta bërë një qeveri kalimtare, ndoshta në këtë fazë do të ishte më e mirë po duket që nuk kanë motiv asnjëra palë të bëjnë diçka në drejtim. A duket ashtu apo është e vërtetë që dhe faktori ndërkombëtar nuk është duke pasur shumë interes për të bërë presion siç jemi mësuar në kohën e kaluar tek zgjedhjet e kaluara edhe nga ambasada amerikane, ndonë se ende s'kemi ambasador zyrtarisht. Kemi një ushtrues detyrës se ka bërë ushtruese të detyrës, edhe pa ashtu edhe nga vendet tjera të BE-s duket pra po japin mundësinë Kurtit të bëj dëshirën e vet për ta shtykur proces, sepse ne dimë që në këtë rast sidomos ambasada amerikane shpesh ka ndodhur që ka mbajtur takime dy të mbyllura dhe brenda 2 ditë ke pas qeverinë e re, ose një ngërsht që ka mund të ndodhë në arenën e politikës kosovare. Kjo është e mirë. Ne duhet t'i kemi, si me thonë, hapësirat e lira që ta shohim mirë dhe si duhet pa pengesa një forcë politike si po performon. Por që s'po jemi të gjatë vetës pastaj. Kjo është, ndoshta e ka një shpjegim sociologjik. Ne ende nuk kemi mësuar me një nivel të tillë të demokracisë, edhe ende institucionet nuk i vlerësojmë edhe nuk i ndjejmë afërsi me institucionet në atë mas sa të kërkojmë llogari edhe prej atyre që u abesojmë pozitat. Po komuniteti ndërkombëtar këtu është dashur ndoshta edhe më herët të distancohet nga zhvillimet e përditshme, edhe qytetarit të jetë mjaftueshëm i lirë e pa ndikim në verdiktin e vet që ka në raport me vendosjen se kush duhet ta udhëheq vendin. Është më shëndetshme, besoj. Jemi ka fundi edhe 2 çështje. Koalicioni në vështrim mes LDK-s dhe vetëvendosjes nuk e di pse u bë aq lajm. Ndonë se nuk është hera parë që ka koalicione të tilla edhe mes LDK-s dhe VV-s, mes VV-s dhe PDK-s, po flas në nivel lokal në zgjedhjet e
këto të fundit dhe në përmëna edhe në zgjedhjet e kaluara. Pse u bë kaq buje e madhe? Ndonë se është edhe një presion i disa çarçeve ndryshme mediatike në Kosovë ose analistëve, por pse duhet bëj kaq buje e madhe një koalicion kur edhe vetë Xhafer Tahiri tha dhe ne dim që në zgjedhjet e kaluara dhe vendosja e ka mbështet në këtë rast LDK-n. Për shkak të këtyre raporteve që tham më parë që janë tepër të acaruara dhe në opinionin publik është krijuar perceptimi që lëvizja vetëvendosje është fuqi që e mjaftueshme, vetë mjaftueshme. Nuk ka nevojë për askënd. E dyta, edhe ata vetë kanë promovuar këtë ide të tillë. Ju kujtohet fushata e fundit për zgjedhje qendrore ku si i cilësonte partnerët e së ardhmes me çfarë gjuhë s'po dua ta citoj. Edhe ka provuar, si më thon, të etablohet në skenën politike si e tillë e pastër, pa pasur nevojë që të kontaminohet me subjekte të tjera politike. E kjo mandej ka krijuar këtë efekt të cilin e ka. Natyrisht, ndoshta çarqe të caktuara kanë nevojë që ta nxisin këtë lloj acarimi më tepër, sepse nuk ka interes që të ketë një lloj bashkëpunimi të tillë. Një sabotim i bashkëpunimit me vetëvendosjen do ta sillte në atë pozitë sa të mos arrinte të informonte as institucionet qendrore, e mandej do të dështonte edhe në zgjedhjet lokale, e mandej kjo do të thoshte një farë mënyre një dështim në të dy planet. Për pikpamjen time, vetëvendosja është një forcë politike në rënje, pavarësisht që tani për tani duket e mbajtur mirë, edhe e kam një farë parandjenje që edhe në zgjedhjet lokale, pavarësisht këtyre kombinimeve të mundshme, në pjesën më të madhe të qyteteve ku është në gardë, nuk do t'ja dalë të fitoj. Mirë po ta shohim. Pjesë e politikës janë edhe konservatorët nga pastuta deri më sot, të ndarën në 2, 3, 4 tabore të ndryshme, por më intereson ku janë konservatorët sot në zgjedhjet qendrore i PAM, por edhe në ato lokale tashmë. Si është gjendja e konservatorëve, ose nëse guxojmë të shprehemi, e fetarëve në këtë rast, të cilët një pjesë e tyre në petkun fetar pa u kërkojnë votën për të qenë të unifikuar, të bashkuar dhe për të sjellur tek elektorate disa programe të cilat nuk janë të gjitha partive, por i kanë konservatorët pak më veçantë. Pra, ku janë konservatorët sot në politikën e Kosovës, e cila është një treg begi i rrezikshëm edhe i madh, në qenë se kemi partitë vogla të mëdha, ndamje, përçamje, jo vetëm te konservatorët, por edhe tek të tjerët. Unë kam thënë më përpara që deri në zgjedhjet e fundit qendrore nuk ka qenë konteksti i përshtatshëm për ballafaqime ideologjike. Në këtë kuptim nuk ka pasur kontekst të përshtatshëm për diskutim rreth përmbajtjeve të programeve. Mirë po, në këto zgjedhjet e fundit u dëshmua që ende nuk ka pjekuri të mjaftueshme për të vlerësuar se çfarë oferte po ofron një forcë politike e çfarë tjetra. Në kuptimin ende nuk ka interes se çfarë programi ka një parti e çfarë tjetra. Konservatorët do të ekzistojnë në skenë sepse demokracia fundi fundit e ofron këtë mundësi. Mirë po, ne nuk kemi mungesë të konservatorëve, ne kemi mungesë të së djathtës në skenën politike. Do me thanë, këto e pas lufte, shumica e subjekteve politike dhe ato që kanë pas premisa programore për të artikuluar si e djathtë, më nuk janë të tilla. Kemi vetëm liberal dhe të majtë, por ne kemi të djathtë. Ndoshta për arsye se këtu ekzistojnë disa segmente që kanë penguar artikulimin e kësaj ideje në skenën publike. Nuk është krijuar mjaftueshëm hapësirë për të reprezentuar e djathta, po edhe konservatorë janë kuadër të saj. Për të qenë pak më i qartë, tu ka disa struktura që unë i quaj të heshtura dhe aktivizohen për sa herë ka tendenca të tilla. Mandej këto copëzimet nuk janë të rastësishme.
Sidoqoftë, e ardhmja është e atill që besoj që do të ketë një forcë të konsoliduar, të djathtë, që do t'i përfshijë edhe konservatorët edhe fetarët, edhe ata që mendojnë se jo gjithçka nga e kaluara, nga kultura, nga tradita, nga feja duhet të flakur edhe nuk duhet të përfshihet në Do të ketë reflektim tek elektorati për të menduar ndryshimin? Nëse ju referohemi zgjedhjeve lokale, nuk mund të, si më thënë, të jemi shumë korrekt, sepse ka reflektim. Ndoshta një paraqitje krejt e befasishme e një force siç ishim ne, bëri që partia më e madhe në një momentum kur askush nuk e priste që mund të dalë dikush edhe ta dëmtojnë kuptimin elektoral, ajo ra afër 10%. Domethënë kjo nuk është pak. Ndoshta në kushte normale edhe do ta kishim kaluar pragun zgjedhor nëse nuk do të kishte propagandë të egër, instrumentalizim të disa institucioneve kundër nesh, edhe unë dyshoj që ka pasur po ashtu manipulim edhe të votave, edhe gjitha këto, kur të kombinohen mandej rezultati është thjesht. Po ka mjaftueshëm tharm, si më thënë, politik që një ardhme mund të jetë premtuese për një forcë të tillë politike. Se nuk e kemi vuajtur këtë qeverisjen vetëm për shkak të disa tendencave për ta futur një ideologji të dëmshme këtu politike, por sidomos në rrafshin ekonomik, në rrafshin... Pra në shumë fusha ka pasur probleme ose ngecje. Sigurisht. Nuk është vetëm ai. Atëherë faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Faleminderit për ftesën. Të nderuar miq, takohemi nesër deri atëherë më mbeç. Kush janë ekspertët që